Autoritetet shqiptare nuk i kanë penguar 3 zyrtarët e Vlenit për të futur dje në Republikën e Shqipërisë, por pengesë ka qenë vetëm një person i katërt, që ka qenë me ta dhe ka pasur pengesë ligjore për të futur në Shqipëri. Ky është sqarimi që dha drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit shqiptar, Skender Hita, rreth rastit të dieshëm të Bekim Qokut, Adnan Azizit dhe Hasim Murtezanit. Arsye, dje në pikën kufitare të Qafanës janë paraqitur 4 shtetat me qëllim për të kaluar në kufi. 3 prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u shbër me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Edhe deputeti Bekim Qoku e konfirmoi se janë kthyer për shkak se nuk kanë dashur ta lënë vetëm personin e 4 që ka qenë me ta. Momenti që dëgjuam na u komunikua që njëri nga bashkëtarët tanë i refuzohet hyrja, ne vendosëm të kthehemi, tani jemi në Struk dhe ende nuk e kemi të qartë pse ndodhi kjo, ndërkohë neve e dim që ka disa ndalesa, disa refuzim hyrjes që janë bërë, që janë shqiptuar nga shteti shqiptar, kryesisht shqiptar nga Maqedonia e Veriut, dhe kjo na bën të jetë zemruar, të indinjuar pse na ndodh kjo. Nga ajo që tha deputeti tjetër Adnan Azizi, zyrtarët paraprakisht kanë dëgjuar nga aktivistët se ka ndalesa për të futur në Shqipëri, gjë që siç tha, nuk e ka besuar dhe se mund të ndodhë me njerëz zyrtar. Kësaj ngjarje ai i dha edhe ngjyrë politike, duke aluduar tek mbështetja e protestave në Shqipëri, si dhe mbështetja që është dhënë për protestat e studentëve në Maqedoni. Është vërtet një situatë absurde, ka ndodhur kundërta që Shqipëria është përzi duke kërkuar ndihmë BDI-ja nga përfaqësues të zyrtarëve të shtetit shqiptar. Kryetari i grupit parlamentar Taulant Balla ka dalë me përkraje të hapur të protestës të organizuar nga BDI, një protest absurde që s'ka të bëj fare me interesa kombëtare. Pastaj edhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni ka dalë hapur me organizatorët, ka bërë edhe foto, i ka mbështet. Pastaj edhe ata cilët erdhën të protestojnë nga Shqipëria dhe nga Kosova, i ka prit edhe në ambasadë, por ne asnjërin nga ato nuk e kemi denoncu, as kemi kërkuar që shteti t'i shpall non grata. Për ngjarjen me reagim zyrtar doli edhe Partia Vlen, duke kërkuar nga autoritetet e Shqipërisë se nëse ka ndalesë për zyrtarët e saj, të dilet me dokument zyrtar se kush e ka marrë vendimin, mbi çfarë baze ligjore dhe për çfarë arsye konkrete. Nga Vlen thonë se marrëdhëniet ndërshqiptare duhet të ndërtohen mbi transparencë, respekt institucional dhe komunikim të qartë, jo mbi ndalesa të pashpjeguara dhe procedura që lënë vend për dyshime.